Bismillahirrahmanirrahim. Të ndëruar shikues, Allahu ju pranoft agjerimin, gjitha adhurimet. Lesoft Allahu xhallahu ala që aja që ka mbetur të pranohet nga ana e tij, sikur edhe aja që ka kaluar. Shpresoj që aja që ka mbetur të jetë më e lehtë se aja që ka kaluar. Ta mbajmë ritmin, ta mbajmë dinamikën deri në fund. Mos të plagështojmë, mos të lodhemi, nga se ka mbetur edhe pak, andaj të vazhdojmë tutje me përkushtim e me zell edhe më të madh se që kemi filluar. Të nderuar, njeriu në jetën e kësaj bote është realisht i kushtëzuar nga kushte të ndryshme për të jetuar. Nuk ka mundësi të jeton pa ato kushte. Realisht pa furnizim. Njeriu duhet të furnizohet në bazat jetore me oksigjen, me ujë, me ushqim dhe begati e mirësi të shumta të sa i vijnë njeriut e njeriu i shfrytëzon dhe i përdor. Kemi folë tek emri Allahut El Khalik, krijuesi, sa i ka krijuar çdo gjë. Dhe me që ai është krijuesi, ai është gjithashtu edhe furnizuesi. Dhe sot do të flasim për emrin Allahut El Razzaq, furnizuesi. Ai është që furnizon njerëzit me jetë, me gjallëri, me frimarje, me begati e mirësi të shumta. Ne si musliman e dim se Allah është furnizuesi, por a jetojmë në përputhje me këtë emër? Kjo është e rëndësishme të ndëruar shikues. E para është dija, po padyshim, por pas dijes është edhe të vepruar me këtë dije. Edhe mushrikët e Mekës, Allahu e përmend se e kanë ditë kush është furnizuesi. E kanë ditë kush është krijuesi. Por fatkeqësisht kjo dije nuk i ka shtyer që të besojnë në Allahun si duhet, që ta adhurojnë Allahun xhallahu ala si duhet. Për këtë arsye ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që mbi bazën e këtyre njohurive që i kanë pas, të ndërton pastaj edhe mëtutje kështjellën e besimit. E disa pranuan dhe ndërtuan, e disa nuk pranuan dhe edhe atë që e patën e rënuan fatkeqësisht. Ne e dim se Allahu është furnizuesi, Ar-Razzaq, por a kuptojmë tamam çka do të furnizuesi. Dhe si sillemi në jetën e përditshme me këtë emër. Kjo është e kërkuar. Dhe Ar-Razzaq të ndëruar shikues, me një fjalë është ai që të gjitha depot e furnizimit janë në dorën e tij. Gjithçka është tek Allahu Azza wa Jall. Dhe te emri Allahut El-Malik, kemi përmendur se ai është sunduesi, i tërë pushteti është në dorën e tij. Asgjë nuk lëviz pa lejen e tij. Asgjë nuk i ipet askujt pa lejen e Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe kjo gjithashtu e ushqen zemrën me dashni për Allahun, respekt, ta ulim kokën, të përulim zemrat, të gjynjëzohemi për Allahut të mënduar, qase ai është i gjithëpushtetshëm, ai është i gjithdijshëm dhe ai është furnizuesi. Shikoni se si ndërlidhen emrat Allahut njëri me tjetrin, si njëri na shtyn te tjetri, e tjetri e plotson tjetrin, nga se gjithë janë nga Allahu te barekuhu teala. Dhe nuk mund të gjesh në emrat e Allahut kundërthënie, absolutisht, sikur që nuk mund të gjesh në fjalët e Allahut kundërthënie. Nuk ka mundësi. Atë që Allah e ka shpallur, realisht njëra e mbështet tjetrën, e tjetra aludon tek tjetra për treguar në fundit se e tërë është nga Allahu i gjithdijshëm. Furnizimi është kërkesën e vazhdueshme. Çka është e kërkuar nga ne të ndëruar shikues në raport me këtë emër? E para është të pranojmë se i tërë furnizimi është nga Allahu xhalla xhelalu, në dorën e tij ai na furnizon. Mos na habit asnjëherë mundi jon, zelli jon, puna jon, aftësia jon, fitimi jon, kur mos na habit nga ky realitet. Ja se ndodh njerëzit për shembull, duke fituar, duke përparuar, duke u munduar, duke u përpjekur, duke u lodhur, çfarë thonë? Me dorën time. Unë e kom bërë këtë. Me mendjen time, me aftësinë time, me njohuritë e mia e kështu me radhë. I themi, aja që ti po e përmend nuk del jashta kornizave të sebepet, shkaqeve. Ti ke ndërmarrë shkaqet.
E Allahu ka vendosur pastaj për furnizimin dhe për funksionimin e këtyre shkaqeve. Ne kështu besojmë. Andaj të nderuar shikues, ne duhet nga thellësia e zemrës të pranojmë se gjitha begati që i gëzojmë janë nga Allahu te barekuta. Dhe kjo nuk duhet që na bën pastaj neglizhent karshi ndërmarrjes së masave. Po, muslimani beson se nuk vije furnizimi përveç se me lejen e Allahut. Ai është furnizuesi. Mirë po, kjo nuk e bën një musliman tembel, nuk e bën një musliman neglizhent, nuk e bën një musliman të jetë barr e të tjerëve, të jetë i varur nga ndihmat e të tjerëve. Përkundrazi, ne besojmë se Allahu është furnizuesi, ai na furnizon dhe besojmë se furnizuesi Allahu te bareke ve taala ka përcaktuar edhe shkaqe që realisht ndihmojnë në marrjen e furnizimit të kërkuar. Kjo është Islami të nderuar, shikoni sa bukur, si kompleton gjërat. Jo pavarësi totale në sebepe, se nuk e kanë këtë mandat sebepe që të veprojnë në mënyrë të pavarur, të funksionojnë në mënyrë të pavarur, absolutisht. Ato funksionojnë mbi bazën e lejes së Allahut te barekuta. Por edhe jo me i braktisë sebepet, pasi gjithçka ndodh me lejen e Allahut, ai është furnizuesi, pse me punu? Absolutisht. Kjo nuk është e duhura. Mesatarë është e duhur. Islami është feja e mesatarës. Dhe ne besojmë se Allah është furnizuesi. Gjithçka vije prej tij, por ne punojmë, angazhohemi. Ne marrim mundin, i marrim sebepet, dhe marrim masat e duhura. Dhe në fund mbështetemi në Allahun xhallahu ala dhe jemi të kënaqur me atë që ai ndan për neve, të bindur se ai askujt nuk i bën padrejti. Në furnizim gjithmonë Allah i jep më shumë se që njerëzit punojnë dhe angazhohen. Nga se bujaria e tij te i kalon zelljen ton, mirësia e tij te i kalon përkushtimin ton. Ar-Razak. Në kuptimet e emrit e Allahut Ar-Razak është se Allahu te barekuta furnizuesi në kuadër të asaj që ka krijuar, e ka lejuar të mirën, të dobishmën dhe e ka ndaluar të dëmshmën. Prandaj ne në kuadër të kërkesës për furnizim duhet të mjaftojmë me halal, të bindur se halali na mjafton. Na mjafton halali. Haramin Allahu xhallahu ala ka krijuar sprovë për njerëzit. Dhe një nga dëshmit e suksesit në këtë sprovë është kuptimi i emrit të Allahut Ar-Razak. Ar-Razak, Allahu xhallahu ala është e vërtet se e ka krijuar derën që është ndaluar. Është e vërtet se Allahu ka lejuar që të bëhet edhe vera, por i ka ndaluar pse janë të dëmshme. Prandaj ne në kuadër të emrit të Allahut Ar-Razak, krahas asaj që përmend edhe është çështja tjetër më e rëndësishme. Mundohemi që të furnizojmë me halal në aspektin e fitimit, në aspektin e përbajtjes, në aspektin e ushqimit e tjera me radhë. Prandaj besimtari duhet me kërku rizikun, po, me punu, por halal, me djers, me mund, me përkushtim, me sinqeritet, në frymën e asaj që Allah e ka lejuar, jo jashtë këtyre kunizave, nga se i mjafton halali dhe duhet i bindur besimtari se kërkimi i haramit nuk jashton të furnizimin, por jashton përgjithësinë. Dhe njerëzit mendojnë se nëse i bin ka harami, fitojnë më shumë. Nuk i mundësi me fitu më shumë se që e ka caktuar Ar-Razak, nga se në dorë ti është furnizimi. Prandaj do të vija muaja që kishte metar me halal. Por dallimi është se tash së radhe e ke ngarku vetë me përgjithësi llogaritën për Allah të manduar që ishe i kursyr nga kjo nëse mjaftohesh me halal. Mos u mashtroni me çytet e shejtanit i cili nxit njerëzit në haram duke i friksuar nga varfënia. Nëse s'punon me këtë haram, nëse se merr kët, nëse s'bën kështu tregti, ki me humb, ki me dështu, ki me zhgënjy e kështu me radhë. Bindu në Allah xhallahu ala. Këto janë çytet e shejtanit. Ar-Razak është furnizuesi. Ai të furnizon nga mirësitë e tij, prandaj mjaftohu me halalin, mjaftohu udhëzimet e Allahut te barekuta. Çështja të rëndësishme të ndëruar që duhet kuptuar, se kjo ka shumë kuptime, por edhe një se furnizimi që ne po flasim për të, nuk ka vetëm furnizimi i barkut, nuk ka vetëm furnizimi i aspektit material, jo. Njerëzit mendojnë se Allah është furnizuesi dhe këtë e kuptojnë në suaza të ngushta, të kufizuara, që ka të bëjë vetëm me ushqimin, me sofrën e begat, jo. Dia është furnizim, besimi është furnizim, devotshmëria është furnizim,
përjetimi i adhurimeve, kënaqësia në adhurim është furnizim. Madje këto janë furnizime më të rëndësishme, më etike, më përmbajtësore për neve si njerëz se këto dyja. Andaj lut Allahun me ta furnizu zemrën e besim, sikur që e lut me të furnizu për shembull me ushqim, e para, e pasuri e kështu me radhë. Devotshmëria është furnizim. Dashuria mes njerëzve është furnizim. Lutë Allahun xhallahu ala që Allahu të na furnizon me dashuri mes vetë e kështu me radhë, sikur të përmendim në fund. Prandaj të nderuar, nuk është furnizim vetëm ushqimi dhe pija, po ka diçka për te kësaj. Allahun e lutim, i cili është Er-Razzaq, furnizuesi, e që i tërë furnizimi është në dorën e tij, që Allahu xhalla xhelaluhu të furnizon zemrat me besim e me bindje se vetëm ai është furnizuesi, me bindje se halalin na mjafton, me bindje se haramin na dëmton. Na ruan Allah nga harami, na ruan Allah xhallahu ala nga keqpërdorimi, nga korrupsioni, nga çdo mashtrim i cili është në shpërputhje me besimin, me bindjen tonë dhe me emrin Allah Er-Razzaq. Allahun e lutem që të na furnizon me mirësitë e tij, me begatit e tij, në sofrat tona, në shtëpitë tona, kudo që jemi. Dashur Allah që të largohet varfënia, mjerimi e vujtja nga njerëzit në përgjithësi. E lutim Er-Razzaq që të na furnizon zemrat me besim, devotshmëri, dashuri mes vete, që Allahu të bën që në familjet tona të mbretëron dashuria mes bashkëshortëve, mes fëmijëve, në fqinësi, në shoqëri, kudo qoftë, të na furnizon Allahu me sinqeritet, me vërtetësi, dashuri, respekt, e gjithë ato që ai është i kënaqur me to. Dhe në fund, Allahu te barekuhu te furnizuesi na ndron me furnizimin më të madh, të përjetshëm, të pandërprer, që është xheneti i tij. Të nderuar, vazhdoni me lut Allah me Er-Razzaq, me këtë që thash dhe shumë tjera që kanë të bëjnë me kuptimet e emrit Er-Razzaq që i përmendëm gjatë këtij trajtimi. Deri takimin e ardhshëm, Zoti ju ruaj.